إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruaj dhe të na mbroj nga veset dhe gjunahet tona. Atë që Allahu e udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij. Dhe atë që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra të gjitha adhurimet dhe përgjërimet tona i takojnë me merit vetëm Allahut, sepse ai është Zoti i vetëm, nuk ka të barabartë dhe as të ngjashëm me të, nuk ka birë dhe as bashkëshorte. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi a.s. është robi i Allahut dhe i dërguar nga ai për mbar njerëzimin. E lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në ditën e fundit dhe në vijim. Përpara se të fillojmë hutben, dhe normalisht të gjë duhet të bëjmë, por vëmë re disa gjëra për të cilat duhet bërë një këshill. Gjatë kohës së hutbes nuk lejohet të merresh me asgjë tjetër. Nuk lejohet të merresh me celularin. Ke ardhur për të adhuruar Allahun, prandaj përqendrohu. Ke ardhur për të dëgjuar hutben, prandaj dëgjoje. Sepse në të kundërt del pas një shpërblim. Del pas një shpërblim. Dhe as nuk lejohet që të flasësh me shokun që ke pranë gjatë kohës që mbahet hutbja. Nuk lejohen bisedat të tilla. Për çfarë do arsye? Përndryshe del pas një shpërblim. Të humbi shpërblimi i xumas. Prandaj kujdes. Sakrificën, mundin që mund t'jeni bërë për të ardhur këtu, mos e humbni me gjëra pa vlerë. Duke lënë atë me vlerë të ik dhe duke u marrë me gjërat pa vlerë. Përqendroni, dëgjoni hutben, sepse dëgjimi i hutbes është adhurim dhe inshallah përfitoni. Rikthehemi. Nga problemet e mëdha, nga sfidat me të cilat haset, ndeshet familja, është edhe ruajtja e nderit apo tradhëtia bashkëshortore. Një fenomen, një ves, një ligjësi dhe një poshtërsi e përhapur në shoqërinë tonë, ku njëri nga partnerët, nga bashkëshortët, tradhëton tjetrin. Mund të ndodhë nga ana e burrit, por mund të ndodhë edhe nga ana e gruas, ashtu siç mund të ndodhë nga të dy. Dhe tradhtia bashkëshortore nuk është vetëm një gjunaf, efekti negativ i të cilit mbetet i kufizuar vetëm tek ata që e bëjnë të tradhëti, por ai përhapet, ai lë gjurmë në marrëdhëniet e anëtarëve të familjes me njëri tjetrin, lë gjurmë negative në shoqëri, dhe si një gjunah që është lë pasoja dhe përhap fesad edhe në ambientin përreth. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Thot Allahu i lartësuar, u shfaq fasadi
shkatrimi në tokë dhe në det për shkak të gjunaheve që bën njerëzit. Për shkak të gjunaheve që bën njerëzit. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith të rëndësishëm, të cilin duhet ta ditë çdo musliman, thot: Kutiba ala ibni Adam nasibuhu min az-zina mudrikun dhalika la muhala. Al-'aynani zinahuma an-nadhar wal-udhunan zinahuma al-istima' wal-lisan zinaha al-kalam wal-yad zinaha al-batsh wal-rijl zinaha al-khuta wal-qalbu yahwi wa yatamanna wa yusaddiqu dhalika al-farj wa yukadhibu. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, është caktuar për birin e Ademit pjesa e tij e zinas. Dhe ai do të arrijë atë. Dhe ai do të arrijë atë. Syt bëjnë zina, imoralitet. Fjala zina do të thotë imoralitet. Dhe zinaja atyre është vështrimi. Veshët bëjnë zina dhe zinaja atyre është dëgjimi. Gjuha bën zina dhe zinaja e saj është fjala. Dora bën zina dhe zinaja e saj është prekja. Këmba bën zina dhe zinaja e saj janë hapat të ecurit. Ndërsa zemra, tha profeti sallallahu alaihi wasallam, e dëshiron, e ndoron, e lakmon diçka të tillë, të cilën më pas ose e vërteton pjesa intime e trupit, e pranon pra diçka të tillë, ose e refuzon dhe largohet prej saj. Dhe hadith është i saktë për cilën Buhariu dhe Muslimi. Në këtë hadith të rëndësishëm, profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon neve për kufizimin e gjerë të zinas, imoralitetit. Dhe se ai nuk është i kufizuar vetëm në atë që mendojnë shumë nga njerëzit dhe që janë kontakti fizik. Jo, është më i gjerë. Edhe pse kontakti fizik është më i rëndi, është më i tmerrshmi, më i ulti ndër llojet e tjera të zinas. Na tregon neve se tradhtia bashkëshortore në rastin konkret ndodh edhe me shikim. Kur burri sheh gratë e tjera me syrin e lakmisë dhe dëshirës për to, kjo është një lloj tradhtie ndaj bashkëshortes së tij. Dhe anasjelltas, kur bashkëshortja e tij sheh burrat e tjerë me syrin e lakmisë dhe dëshirës për ta, e ka tradhtuar burrin e saj. Veshi, kur ai dëgjon diçka që nuk i lejohet atij, apo dëgjon zërin e dikujt prej femrave të cilën e lakmon, e ka tradhtuar bashkëshorten e tij dhe anasjelltas bashkëshortja. Fjala, tradhtia ndodh edhe me fjalë. Kur burri flet me një grua, edhe i shprehet asaj, dhe e dëshiron atë, dhe e lakmon atë, e ka tradhtuar bashkëshorten e tij. Po kështu në një gjë të tillë nëse bën bashkëshortja me një burr, e ka tradhtuar bashkëshortin e saj. Edhe dora bën zina, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe pjesët e trupit, këmba, siç mund të jenë prekjet, përqafimet apo edhe më tepër, janë tradhti që nëse kryen nga një i martuar, është tradhti ndaj bashkëshortes së tij, dhe nëse kryen nga bashkëshortja, është tradhti ndaj bashkëshortit të saj. Gjë që tregon se përfundimi, rënja në zina ka hapa, ka shkallë. Dhe nëse i ngjit të shkallë, apo i zbrethen më mirë të shkallë, do të arrish në fundin e keq, në përfundimin e keq, dhe që është gjunahu i kopshëm i moraliteti, tradhtia bashkëshortore. Por nëse ti refuzon ti zbresësh këtë shkallë, refuzon
të mos i ndjetësh të shkaqe, ta mbrësh trupin tënd, ta mbrësh shikimin tënd, shqisat e tua, atëherë Allahu Azza wa Jall do të japi ty sukses dhe do të shpëtoj nga ky gjunaf i kopshëm. Por cilat janë shkaqet e tradhtisë bashkëtorë? Ato janë shumë, por më kryesorët janë imani i dobët. La yezni zani hina yezni huwa mu'min. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk është besimtar i vërtet ai që bën imoralitet gjatë imoralitetit të tij. Pra ka rënë imani i tij. Dhe normalisht një besimtar me besim të dobët, të fortë, një besimtar me besim të fortë e frenon veten e tij që në parathënjet e zinas dhe shpëton nga kjo gjë. Ndërsa ai me besim të dobët i ndjek, i vepron të shkaqe dhe më pas arrin në një pikë që nuk gjen më forcë të kthehet. Sepse epshi është bërë i fortë, tundimi është bërë i fortë, shejtani të shtyn dhe të zhyt akoma dhe më tepër në gjunaf. Nuk gjen më forcë. Imani ka rënë. Këshilluesi jot në zemrën tënde, zëri i tij nuk dëgjohet më nga ty. Për shkak të dobësisë së imanit. Dhe ai që e ka frikë Allahun, paraqitjen para Zotit të tij, llogarinë e veprave, momentin e peshimit të tyre, nuk ja lejon vetes së tij që të bjerë në të gjuna, të shkatroj familjen dhe të tradhtojnë bashkëshortët njëri tjetrin. Një shkak tjetër është edhe mundesa kohore e bashkëshortëve nga njëri tjetri. Për arsye ekonomike disa detyrohen të emigrojnë, të lejnë familjen e tyre për të sjellë të ardhura. Kjo pranohet, por jo deri në atë pikë sa kur bashkëshortët ndjejnë nevojë për njëri tjetrin dhe kjo është diçka njerëzore, ata nuk e kanë pranë njëri tjetrin. Dhe nevoja rritet, forcohet, bëhet më e madhe. Dhe dikujt mund t'i bjeri besimi, të tundohet dhe të bjeri në tradhti bashkëshortore. Në momentin që njëri nga bashkëshortët apo që të dy e ndjen këtë nevojë, duhet të kthehet tek familja e tij. Për të ruajtur nderin e tij, imanin e tij, për të mos shkelur kufit e Allahut, por për të ruajtur edhe nderin e bashkëshortes së tij, sepse ashtu si ty edhe ajo ndjen nevojë për të. Dhe nëse ai nuk ja përmbush, atëherë do ta kërkojë këtë gjë në rrugë haram. Atëherë do ta kërkojë këtë gjë në rrugë haram. Arsye tjetër është rrjetet sociale me platformat e tyre të ndryshme. Atë që është larg ta sjellin afër. Atë që mund të duket e pamundur ta bëjnë të mundur. Kur njëri nga bashkëshortët apo që të dy komunikojnë në mënyrë të parregullt, të palejuar fetarisht me gjinin tjetër, dhe më pas e dëshirojnë njëri tjetrin, kjo mund t'i çojë në gjunafin e kopshëm, në rënje në zina, në imoralitet. Prandaj për të shpëtuar nga kjo gjë, duhet i largohesh edhe shkaqeve që të çojnë në një gjë të tillë. Shoqëria sot nuk është më vetëm një shoqëri fizike, ku miq shokët takohen me njëri tjetrin fizikisht, por mund të ndodhë edhe nëpërmjet rrjeteve sociale. Prandaj nuk ka pse njëra gjini të ketë shoqëri me gjinin tjetër. Ndonjëherë mund ndjesh i detyruar për shkak të ambientit të punës ku je. Por mos e të kalo kufirin, lëre aq. Dhe jo ta zhvillosh, ta shtosh të shoqëri, ta zgjerosh të shoqëri akoma dhe më tepër. Sepse i ke hapur vetes portën e fitness,
qoftë për burrin, qoftë edhe për gruan. Neglizhimi i adhurimeve dhe sidomos në mënyrë të veçantë namazit, e ke privuar veten nga ndaluesi më i mirë për gjunafeve. Thot Allahu i lartësuar, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Vërtet namazi të ndalon, të pengon nga rënja në gjunahe dhe nga ato të pahishme, dhe nga veprat e pahishme. Lakurisia, veshja në mënyrë të parregullt, në mënyrë të veçantë nga ana e femrave, është një arsye tjetër që të ndodhin tradhtia bashkëshortore. Çfarë duhet bëj besimtari në këtë rast? Të ul shikimin e tij, të mbrojë shqisat e tij për të mbrojtur më pas tërë trupin e tij nga ky gjuna. Ti nuk gjen mundësi, nuk ke autoritet ta detyrosh një femër të huaj të vishet në mënyrë të rregullt, sepse s'të përket ty, s'ke ç'bën, por ti arrin ta komandosh veten tënde. Ti arrin të kesh autoritet mbi shqisat, mbi gjymtyrët e trupit tënd, duke i urdhëruar ato që ti binden Allahut dhe jo të lëshohen sa djathtas edhe sa majtas. Arsye tjetër është mungesa e komunikimit. Ndodh në disa familje ku bashkëshortët nuk kanë komunikim normal me njëri tjetrin, por janë të ftohur, secili në punë të tij, hyn njëri në shtëpi, thjesht jep një përshëndetje dhe kaq, kap telefonin, apo shkon në një dhomë tjetër, apo bën diçka tjetër dhe nuk interesohet për palën tjetër, për bashkëshortin, nëse është grua, apo për bashkëshorten, nëse është burr. Kjo sjell ftohtësi, humb ngrohtësi, dhe secila palë ka nevojë për ngrohtësinë e palës tjetër, është e pashmangshme. Është ligj, është bukuri që e ka krijuar Allahu ndërmjet çiftit. Dhe kur nuk e gjejnë tek njëri tjetri, do ta kërkojnë diku tjetër. Çfarë duhet bëjnë? Ta ruajnë, ta zhvillojnë, ta ushqejnë afrimitetin, ngrohtësinë me njëri tjetrin, dhe një nga mënyrat është komunikimi. Është komunikimi. Tjetër arsye është nevoja për vëmendje dhe për vlerësim në mënyrë të veçantë. Nga gratë, ato kanë nevojë të ndjehen të vlerësuara nga burri. Ka nevojë tu tregosh atyre që je në qendër të vëmendjes. Bëje këtë gjë. Sepse në fund të fundit po ja bën nënës së fëmijëve të tu. Po ja bën asaj e cila prej të cilës rrodhi familja jote. U zhvillua në trupin e saj familja jote, fëmijët e tu. Kujdeset për pastërtinë, edukimin dhe ushqimin e tyre, por edhe tëndin. E meriton diçka të tillë. Bëj diçka her pas here që ti tregosh që e vlerëson, mendon për të. Ajo është në qendër të vëmendjes tënde. Arsye tjetër është jeta bashkëshortore monotone dhe mungesa e pasionit. Pra kur lidhja bëhet rutinë dhe mundron emocioni. Pra bëhet rutinë, mundron emocioni, humbin ndjenjat, ftohen me njëri tjetrin. Çfarë duhet bërë? Duhet të angazhohesh, të krijosh shkaqe që e ruajnë emocionin, që e ruajnë pasionin për njëri tjetrin, që e bëjnë jetën bashkëshortore, martesën, her pas here të ketë ato bukuritë e saj, kënaqësitë e saj. Dhe arsye tjetër, por jo e fundit, është mungesa e vlerësimit të institucionit të martesës. Ka disa që e fillojnë martesën e tyre si me pishmanllik. Dali si dali. Dhe që në fillimet e martesës e kanë atë mendimin që të mos vazhdojnë deri në fund me të grua. Por në momentin që do të gjejë dikën tjetër, ta ndajnë.
ti jap duart asaj. Kjo është tradhti. Sepse atë grua e more me amanet, e more me besë ke Allahu dhe ke prindërit e saj. Dhe nuk mund ta trajtosh si një leckë, kur e do e mban dhe kur s'të duhet më e hedh. Ajo është njeri, ka ndjenja. Është e dobët, ka nevojë për ty, jo ta braktisësh, por ta mbrosh. Është ai që të ofroj trupin e saj, të ofroj gjithçka që pati, nderin e saj për ty. Prandaj mos e bëj atë gjë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم